si do më ndihmoj mua teknologjia e re që ka ardhur për të bërë detyrën e CEO-s. Më lejoni të sqaroj pak 3 korsit dhe brenda këtyre 3 korsive apo 3 kohëve të ndryshme ku ne harxojmë energjinë tonë, kohën tonë, aftësitë tona, jetën tonë, dhe sa dhe si këto janë të ndara dhe çfarë lidhje ka kjo me AI-n sot. Çfarë ne na bën AI dhe që ka mundësi të bëhet në mënyrë të vazhdueshme është të na nxjerrë gjithmonë e më shumë tek jeshilja jonë. Po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida. Përshëndetje miq. Jam në vazhdën e atyre përgjigjeve që dua t'ja për pyetjet që më bëhen në mënyrë të vazhdueshme. Janë pyetje të cilët personat që i bëjnë kanë gjithë informacionin e duhur, kanë gjithë interesin e duhur pse duan të dinë përgjigje dhe aplikohen. Që do të thotë, për mua janë 3 kushtet e para për të cilat ja vlen të kthesh përgjigje, ja vlen të merresh. Pyetja është shumë konkrete ajo që bëhet. Çfarë do më ndihmoj mua, si do më ndihmoj mua teknologjia e re që ka ardhur, gjithë këto një disruptive environment që është një mjedis super ndryshues, që ndryshon gjithë themelet e gjithçka i njohim deri tani, si do më ndihmoj kjo mua për të bërë detyrën e CEO-s. Unë do ja përgjigje atyre duke u bazuar pikërisht tek teoria ime që në kohën tonë të punës, koha jon është shumë e thjeshtë, ose investohet dhe përdoret siç duhet, ose shpenzohet. Pra, mund të përdoret, mund të investohet, ose mund të shpërdorohet. Në parim, më lejoni të sqaroj pak 3 korsit dhe brenda këtyre 3 korsive apo 3 kohëve të ndryshme ku ne harxojmë energjinë tonë, kohën tonë, aftësitë tona, jetën tonë, dhe sa dhe si këto janë të ndara dhe çfarë lidhje ka kjo me AI-n sot. Për ata që i njohin teorinë, që kanë lexuar librin tim Planifiko me Elidën apo i kanë dëgjuar në audio, ju lutem kaloni një 3 minutë dhe kaloni direkt te përgjigja. Po për ata që nuk e dinë, ndofta ju vlen. Për mendimin tim, gjatë një 8 orarshi pune, dhe nuk e quaj 8 orarsh i ngrirë, po se keni parasysh dikush është që punon 10 orë dhe është në biznesin e vet dhe i duket sikur është 5 orë. Secili nga ne në punën tonë ka një punë të cilën nëse e bën ka një kënaqësi të jashtëzakonshme. Sepse e para i sill të ardhura është brenda asaj që mund të quhet përshkrimi i detyrës atij. E dyta është që jep një emër që në kompani njerëzit thonë, aha, ti je i zoti të bësh këtë gjën. Ai apo ajo është punë mbaruar për këtë gjën. Dhe e treta, të liron kohë, se duke qenë shumë i mirë, shumë punë mbaruar për diçka, mënyra se si ti fillon ta vësh në zbatim do të bëj gjithmonë më të mirë që të ulësh njësinë e kohës që të duhet për të bërë këtë gjën. Dhe kjo është një që zakonisht ne e duam, është gjëja që mund të ketë lidhje patjetër me diplomimin tonë ose jo. Mund të jetë që ka lidhje me çfarë është ndërtuar kompania që në fillim ose jo. Pra, është ajo e cila të kthen 3 përgjigje, një punë e cila gjatë kohës që ti e bën, paguhesh, pra ke të ardhur tani. E dyta, të brandon, të jep një emër, të vulos si ekspert në një aftësim të caktuar, dhe treta, të liron kohë. Kjo është një gjë që bëhet në mënyrë të vazhdueshme, secili nga ne e ka. E dyta, janë ato detyra, të cilat në një nga këto 3 pyetje që unë bëra, përgjigjja nuk është po. Pra mund të jetë, a ti jep lek kjo punë që po bën tani? Jo. A të brandon, do të njihesh për këtë gjë? Ndoshta po, ndoshta jo. Dhe a të liron kohë? Zakonisht është jo, ose po, varet prapë se ti e zgjedh. Por është një gjë e cila totalisht ka të bëjë me ty, ka të bëjë ti po e vlerëson atë në njësinë e kohës, çfarë detyre po kap që po përdor talentin tënd apo ekspertizën tënde. Dhe kjo është zakonisht që unë e quaj të verdhë. Pra, punë të verdha. Nëse punët e para ishin jeshile, këto janë të verdha. Dhe janë dhe punët e tjera, punët e cilat as të bien lek, as të brandojnë, pra t'japin të bëjnë specialistë dhe diçka, ekspertë dhe diçka, dhe as të shkurtojnë kohën e punës, kur ti mëson sepse po përdor talentin tënd. Dhe këto janë të kuqe. Tani, ajo që u them zakonisht kur ne bëjmë programin tonë është ne luftojmë me çdo kusht të vemi tek jeshilja jonë. Dhe të vemi gjithmonë më shumë te jeshilja e jeshilës, që do të thotë në kuptimin tim të thjeshtë është që ne bëhemi të aftë në tregun e punës në një fushë aq sa është
e shterueshme e gjërë aq është ngushtësisht sa hapësira midis dy thonjve të dy gishtave që unë më përpara tash. Që do të thotë, punët jeshile, dhe tani mund të kthehem tek përgjigja. Çfarë ne na bën AI dhe që ka mundësi të bëhet në mënyrë të vazhdueshme është të na nxjerrë gjithmonë më shumë tek jeshilja jon. Dhe ajo që unë them është, në përgjithësi secili nga ne në përshkrimin e detyrës vet, nëse do bëj një centrifug të detyrave që bën në kohën e punës, dhe sa këto janë të lidhura me talentet që ti ke, me ekspertizën që ti ke, ti do shikosh që çdo e verdh dhe çdo e kuqe dalin dhe shkëputen dhe largohen, ti do t'i heqësh. Kjo është çfarë ti duhet të marrësh këto tasks ti i merr dhe përgatit patjetër një bot apo një aplikacion apo një chat të ndryshëm apo një whatever që ti mendon që do të jetë një nga agjentët që do të shërbejë ty. Ata marrin pikërisht të pjesë. Ne në fakt në programin tonë prej vitesh na është dashur shumë që të coachim të tjerë të gjënim cila që e shitja e tyre që mund të përkonte me të verdhën tënde apo me të kuqen tënde. Shiko, për ta sqaruar pak këtë gjën, çdo jeshile jona është ajo gjë që ti mund ta fillosh dhe mendon që do ri mbi këtë punë do ri 1 orë. Dhe pa e kuptuar ka nikur 3 orë dhe nuk e ke marrë vesh që ke kaluar 3 orë. E kuqja është ajo e cila mendon që ke për ta bërë dhe e shtyn, dhe e shtyn, dhe e përshtyn, dhe e përshtyn, dhe e shtyn, dhe e përshtyn, dhe kur të duhet ta bësh është që edhe pse mund të kesh kaluar, ajo mund të marrë vetëm 20 minuta kohë, ty të ka marrë 2-3 orë kohë. Kjo është ndryshimi, koha e përdorur dhe koha e shpërdorur. Nëse ta bëja këtë praktike për një CEO dhe nëse ta bëja praktike për një staf të lartë, le të marrim CEO. Në jeshiljet e CEO-s zakonisht është ajo që ka të bëjë me produktin, pra krijimin e një produkti apo të një shërbimi apo me diversifikimin e vet, apo me daljen në tregjet e reja, me gjetjen e klientelës së re, me mbajtjen e marrëdhënieve me klientelën. Zakonisht ky shpirt si përmarrje është që e ka nxjerrë të person që të dalë të punojë për vete. Dhe kjo është jeshilja e tij në cilën po të ulesh të flasësh me të, edhe historitë që të tregon janë se si ja ka dalë të bëj diçka. Jepi këtij CEO detyrën që të bëjë një raport të hollësishëm për bordin e vet apo për aksionerët e vet. Do shikosh, gjë e parë që bën është do gjej gjithë dynjan rreth rrotë do t'i kërkoj të dhëna. Do t'i kërkoj të dhëna të cilat ai di në majtë gishtave, domethënë në përgjithësi ai e di gjendjen e bankës, ai e di sa dalin, ai e di çka kanë qenë në shitjet e fundit, por do me çdo kusht ta shtyp se gjë se nuk është gjëja që ai di të bëj, që ka dëshirë të bëj, që për mendjen e tij nuk i sjell lek, për mendjen e tij nuk e brandon si një ekonomist të mirë, dhe për mendjen e tij nuk i liron kohë, se është një gjë që ai thotë, ç'më le të merrem me këto, më le të vetë aty të marr të nxjerr lekun që i duhet kompanisë. Pra, kjo është pjesa kur jeshilja e tij është që keq përdoret, që në vend që ne t'i japim mundësinë që ai të merret me jeshilën e vet, mendo sa pak njerëz i kanë aftësitë, njohjet, lidhjet që ka CEO për klientë të rinj, për zona të reja ku mund të futen, për shërbime të reja, për diversifikim, për gjithçka që është në dorë të CEO-s. Nga ana tjetër, ne i japim një detyrë e cila sot mund të bëhet shumë mirë me AI. Atij CEO-s do të duhet të ketë një agjent, të cilin në moment që ai do të bërë 3-4 të dhënat kryesore të një muaji, i del me një raporti. Kjo është e kuqja që unë mendoj që i bën shumë mirë një CEO, nëse do filloj të përdor agjentët e vet, mund të ketë 3-4 agjentë. Dhe mund të jenë agjentët për secilën nga zonat që ai mendon që është në punët e tij jeshile apo të kuqe. Le të marrim një staf të lartë, dhe pastaj do marrë edhe një rastin e një freelanceri. Një staf i lartë, realisht të kuqet e veta, ka pjesën që del jashtë kompetencave të veta teknike. Pra, me pak fjalë është leadership i njerëzve të tjerë. Çfarë ndodh rëndom është që kur ne i themi dikujt që ti je shitës shumë e mirë, me njëri themi këti shitëse që na bën 60% të shitjeve, i themi shiko, je ka që i mirë sa unë do të bëj shefin e shitjeve. Sa po i ke bërë shefin e shitjeve? E ke bërë shefin e shitjeve, po val i ke dhënë gjitha të serin e aftësive të trajnimit të duhur, të coachit të duhur, që ai të drejtojë dhe njerëz? Dhe ajo që ndodh rëndom është që në punën e tyre këta persona çdo gjë që ka të bëjë me drejtimin e njerëzve kthehet në të verdh dhe në shumicën e herëve të kuqe, sepse dështojnë. Nga ana tjetër për ty si biznes është gjë e jashtëzakonshme se sapo ke humbur kryeshitësin
i cili në vend që të merret me detyrën primare që ai di vet, që është shitja, lidhja me klientelën, mbajtja e marrëdhënieve, ai merret me drejtimin e njerëzve, me organizimin e tyre, me ndjekjen sa shitje kanë bërë, shpeshherë me trajnimin e tyre kur vet nuk di t'ua kaloj, e di shumë mirë në kokën e vet, por nuk di t'ua kaloj, dhe këto janë të verdha dhe të kuqe të këtij personi që unë mendoj si staf i lartë, ai ka mundësi që të ndërtojë agjentin e vet, i cili t'i bëj organizimin dhe është shumë e thjeshtë kur ti jep promptin. Kam kaq persona, kam këtë target, kemi këtë orar pune, kemi këtë market ku duhet futemi, të lutem e bëj një plan javor, vur planin javor, më trego dhe çfarë KPIs, të tregon dhe KPIs të prekshme, rregulloje në fund fare, ktheje sipas vizionit tënd dhe shpërndajua njerëzve. Kjo është kur ti ka agjentin tënd i cili prej AI-t dhe ka hequr ty një të kuqe. Ose është tjetra që prap një kuqe është trajnimi i stafit, që nuk e di si ta bësh. Nuk ka nevojë që ti të marrësh gjithë atë kohën e madhe, që të marrësh orë të tëra për të bërë një modul se si duhet t'i trajnosh. Më e thjeshta, ajo që duhet t'i thuash agentit tënd, më gjej praktikat më të mira të trajnimit të një stafi, i cili sapo ka dalë nga bankat e shkollës, apo ka 2 vite në shitje, i cili ka këto karakteristika. Tregu jon është ky, shiko këtë faqen ku ne shesim, shiko produktet tona dhe më jep tani një plan 12 javor si do ta trajnoj këtë njerëz. Sapo ke bërë që një prej agjentëve të shërbej dhe do të jap mundësinë e jashtëzakonshme që atë gjën që ti di të bësh, që është shitja, është të marrësh ta kthesh në jeshilën tënde. Si do të kthehet në jeshile? Po ti ke parasysh se di të shesësh produkt. Kjo gjë që të ka bërë agenti në ky program, është që ti do ta shesësh stafit tënd. Atyre shitësave të cilët ti duhet ti drejtosh. Le të marrim dhe rastin e një freelancer. Një freelancer zakonisht gjërat më sfidante që nuk i ka të bëjë me ekspertizën që ka vet. Le të themi që është një ekspert shumë i mirë dhe jep shërbime auditimi nëpër kompani. Edhe thotë, ok, mi për një kompani dhe unë do t'ju bëj, do marr shifrat tuaja, duhet kjo dhe kjo, dhe unë do t'ju tregoj ku jeni. Dhe unë do t'ju përgatis për themi deklarimet apo nëse i duhet për të vajtur dhe janë në një due diligence apo në një merge apo një blerje, varet për çfarë. Po flas që ky freelancer, gjëja që di të bëj shumë mirë është të merret me shifra. Gjëja që nuk di të bëj, për shembull, është ose mirë menaxhimi i kohës, ose mirë menaxhimi i lekut. Sepse një freelancer nuk është se ka një punë të përditshme që edhe po spunove lekët do të vinë, nuk është e vërtet. Dhe ajo që ka një ngarkesë të jashtëzakonshme mendore, që i çon shpeshherë në burnout, është pikërisht duke mos pasur këto 2 sets of skills, që është menaxhimi i lekut, menaxhimi i kohës. Shumë mirë ai mund të bëj një agent të cilin e mëson dhe i thot që më duhet të kem këto orar ditor. Ora ime më e mirë e punës është kjo. Më duhet që në këtë orar unë të realizoj 1, 2, 3, 4 klientë që i kam, të punoj kaq oj më njërin, kaq me tjetrin, më kujto për këtë gjën, më bë këtë gjën. Jam duke thënë mundësitë e sotshme që jeshilja e çdo personi të maksimizohet, të 2 fishohet, të 10 fishohet, sepse është aty te jeshilja ku bëhet leku, aty te jeshilja ku bëhet brandimi apo ekspertiza jon. Dhe është pikërisht kjo që AI sot mund të bëjë për ne. A do të jetë kjo një gjë që do vazhdoj gjithmonë? Unë mendoj që është një dritare e vogël e hapur në të cilin kushdo që e kupton dhe e bën menjëherë, fillon të investoj tek kjo gjë, fillon të investoj tek njerëzit, fillon të investoj tek vetja e vet, për atë që është freelancer, stafin e lartë filloj të investoj tek vetja dhe tek stafin me cilin ata kanë nënvarësi dhe CEO-t në mënyrë të jashtëzakonshme ka nevojë për programe të personalizuara për stafin e tyre. Ajo që unë vëre në mënyrë të vazhdueshme është që shumë CEO, si kushdo tjetër, kanë filluar të marrin programe kaq të përgjithshme nga ChatGPT-ja apo edhe nga të tjerat, dhe ato programe janë aq të bezdisshme sepse nuk ka mundësi ky CEO, që është i jashtëzakonshëm në shitjet e tij apo në një drejtim tjetër, varet nga çfarë lloj produkti ka, të ketë mundësi që të ketë edhe aftësinë që të kaloj rritjen e stafit, të kaloj nga duart e veta në mënyrë të përhershme. Unë besoj që kjo duhet lënë ekspertëve, ndaj jemi në treg. Por ajo që unë kuptoj është se cili nga ne, nëse do kuptoj shprehimisht cilat janë punët, të cilat janë jeshile, që më sjellin lekun, që më bëjnë ekspert, the go to person, dhe që më lirojnë kohë. Cilat janë ato punë të cilat një nga këto të treja nuk e kanë pozitive, dhe cilat janë ato punë që të treja janë jo. Në moment që njoh këto, detyra ime
qoftë si CEO, qoftë si safilar, qoftë si freelancer është të maksimizoj kohën time në jeshile, pra në kohën që unë investohem dhe përdor dhe të ullë në mënyrë maksimale kohën që unë hargjoj. Okej, miq, edhe kjo ishte një nga ato pyetjet që unë mendoj që ne i kemi kthyer përgjigje nëpërmjet programit coaching me Elidën dhe kam e mira nga ata që sot në treg, kur ne flasim për këto, gjëja që thonë është e kam shumë të kollajt kuptoj sot se cila është gjëja që unë duhet t'ja kaloj dhe të trajnoj një agent për veten time. Një agent i cili sot për sot është zero kosto ose kosto shumë të ulta. Duke uruar gjithë bekimet e Perëndis, miqësisht Elida. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armatë të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Lutem, është shumë e kollajt me gjesh, ndoshta në Facebook, me Lida Motro, ndoshta në Instagram, që është Emi Coaching and Consulting, e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje, nuk ka të bëjë me mua, ka të bëjë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MCC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.